Arsim Kaleci, ai nuk luan, ai jeton në çdo skenë ku shkel. Me një shpirt të ndjeshëm dhe një prani që mbush hapësirën, ai arrin të shndroj fjalët në emocione dhe heshtje në histori. Për të, aktrimi nuk është thjesht profesion, por mision, një mënyrë për të prekur shpirtin e njerëzve, për të kujtuar se arti është dëgjuha më e thellë e njeriut. Çdo rol që ai interpreton mbart në ndershmëri, përkushtim dhe pasion të vërtet. Arsim Kaleci nuk kërkon duartrokitje, por sinqeritet, jo lavdi, por lidhje me publikun, sepse në fund arti i tij nuk mbaron kur mbyllen dritat e skenës. Ai vazhdon të jetojë në zemrat e atyre që e kanë parë dhe ndjerë. Ka diplomuar në Fakultetin e Artit dhe Dramës, dega e aktrimit në Universitetin e Tetovës më vitin 1999. Ka luajtur shumë shfaqje teatrore, në mbi 20 filma artistik të metrazhit të shkurtër, ku në 4 prej tyre ka bërë edhe skenarin. Ka luajtur në 3 filma artistik të metrazhit të gjatë. Ka bërë edhe punën e regjisorit në disa shfaqje teatrore. Është edhe prezantues dhe interpretues i poezisë në ngjarje të ndryshme kulturore, kryesisht në Festivalin Ndërkombëtar të Poezisë Ditët e Naimit në Tetov. 2 herë radhasi, ka bërë edhe regjinë e Festivalit të Këngëve dhe Vallave Popullore Shqiptare, Këngë Jeho në Stru. Përshëndetje Arsim. Përshëndetje. Mirë se erdhe në rubrikën tonë Portret, 40 pyetje për 40 vet. Mirë se u takuam. Nuk do të humbim kohë, me njëherë do të fillojmë me pyetësorin tonë. Mundet? Mundet vetë, nuk e di se si do u përgjigjem 40 pyetje. Ta gjej gjithat mençuri, dituri. Shumë lehtë, shumë spontane, natyrshëm. A ke një rutinë të caktuar çdo mëngjes? Kam, po. Shohem aty diku nga ora 6 të mëngjesit dhe dal boz lumit këtu në Tetov, me që jetoj në Tetov. Heci e kombinoj me vrapim, pastaj kthehem në banesë dhe bëj pak ushtrime fizike, edhe pastaj vazhdoj me punë tjerë. Cila është gjëja më e çuditshme që ke dëgjuar për veten? Më ka ndodhur ndonjëherë që të më thonë, jo kohët e fundit, po më herët që jam duke mendje madh. Gjë që unë nuk e ndjej veten si të tillë. Çfarë të bën të lumtur në jetë? Të lumtur në jetë më bën shëndetin rreth parë, dashuria, fëmijët, familja. Çfarë do të bëje po të kishe një ditë të plot pa angazhime profesionale për veten? Do të dilja në natyrë. Në natyrë gjej frymëzimin. E takohem edhe me krijuesin aty, e ndjej më afër krijuesin e natyrës, botës, njerëzimit. Cila është gjëja më e çmuar që ke mësuar nga jeta? Gjëja më e çmuar që kam mësuar nga jeta është që duhet ta ruajmë shëndetin, edhe ta vlerësojmë dashurinë, ta vlerësojmë punën që e bëjmë. Ti duam fëmijët, ti duam miqt. Kjo është, të jemi të sinqertë. Si e menaxhon stresin në jetën tënde? Një nga gjërat që më ndihmon ta menaxhoj stresin, do të thonë ecja në natyrë, vrapimi, shohësh në një film të bukur, të shkosh në teatr, të shkosh në jazz festival. Je më shumë introvert apo ekstrovert? Edhe kështu edhe ashtu, varësisht prej rrethanave, prej situatës. Cili është momenti më i vështirë që ke kaluar në jetë? Momenti më i vështirë është kur kam humbur vllaun para shumë vitesh edhe kur kam humbur prindërit tash më vonë, para disa vitesh. A të pëlqen të kalosh kohë vetëm? Po, ndonjëherë e ndjej nevojën për të qenë vetëm. Dhe më pëlqen ndonjëherë të jem vetëm. A ke frikë nga diçka? Kam frikë nga shumë gjëra, natyrisht, po. Natyrisht që kam frikë. Kam frikë nga dyftësia, kam frikë nga e pavërteta, kam frikë nga rrethanat këtu të ne politike, që të them. Çfarë mund të bësh për t'i qëndruar besnik vetes dhe njerëzve të tjerë? Çfarë mund të bëj? Të qëndroj besnik.
Sa ka rëndësi privatësia jote në jetën tënde? Ka shumë rëndësi dhe unë ruaj me xhelozi privatësinë. Më pëlqen që ta kem vetëm për vetë. Cili është shansi më i madh që të ka ofruar jeta deri tani? Shansi më i madh që edhe në këtë moshë unë kam shëndet të mirë, kam familje dhe bëj punën që e dua. Çka nuk ju pëlqen te vetja? Shumë gjëra, po tani nuk më pëlqen ajo që ndoshta duhet të jem më i hapur pak. Me njerëzit sidomos. Çka ju nevrikos më së shumti dhe pse? Më nevrikos më së shumti dyftërsia, hipokrizia. Pse? Sepse është gjëja më e shëmtuar për mua. Me kë komunikon më së shumti? Me telefonin. Cilën fjalë përdorni më së shpeshti? Nuk e di, ndoshta faleminderit. Sa kohë kaloni në rrjetet sociale? Jo shumë, po zakonisht 1 orë në ditë, paktën 1 orë në ditë, po. Çfarë të mëson jeta me suksese? Më mëson që nuk duhet të rritesh në mendje. Cili është momenti më i bukur që ke kaluar me familjen? Momenti më i bukur ishte tash shpejt, para 2-3 muajsh kur e martova vajzën. Çfarë ka ndryshuar më shumë në jetën tënde që kur u bëre ky që je? Çfarë ka ndryshuar në jetën time? Jam bërë më i pjekur, më i ditur, më i mençur. Kush të frymëzon më shumë? Natyra, definitivisht. Çfarë do të bëje nëse nuk do ishe personi që je tani? Ndoshta mund të merresha me sport, me ndonjë sport luftarak. Si do ta përshkruaj jetën tënde në 3 fjalë? Sfiduese, e vështirë, e bukur, e mrekullueshme, u bën 4. Cili është romani juaj më i preferuar? Alkimisti, Paulo Coelho. Qesh apo nevrikosesh më shumë? Qesh më shumë. Kujt do t'i kishe thënë më fal dhe pse? Prindërve të mi, sepse edhe fëmijëve, sepse kam kaluar më pak kohë se ç'duhet, është dashur të kaloj më shumë kohë. Kujt i keni thënë për herë të fundit të dua? Kujt i kam thënë për herë të fundit të dua? Fëmijëve të mi. Keni dhënë ndonjëherë ndonjë premtim dhe nuk keni mundur ta mbani? Nuk më kujtohet. Zakonisht jam tip që i mbaj premtimet dhe po çmos që t'i mbaj deri në fund. Do të ishe i gatshëm të jetoje larg nga media për një periudhë? Po. Patjetër, nuk e kam problem fare. Teatr, film, opera apo balet? Teatr, përfundimisht. Sa je i mirë në kuzhinë, prej 1 deri në 10? Nuk jam as pak i mirë. 0 ose maksimumi 1. Ndoshta sepse nënat tona na kanë lasdruar prej vogël, vegjël që kur kemi qenë, na kanë bërë të gjitha gati dhe s'kemi mësuar asgjë. Cili është ushqimi yt i preferueshëm? Ushqimi i preferuar? Perimet. Me sa alarme zgjoheni? Nuk zgjohem me alarm, e kam brenda alarmin, brenda vetes. Situata yte më e sikletshme? Më e sikletshme? Kur jam në një ambient që e ndjej që nuk e kanë mendjet e unë, nuk ndjej respekt për rreth. Hera e fundit që keni bërë bamirësi? Sa po dola nga një shitore, kisha diçka para të prishka në dorë dhe më qelloi një lypsar aty. Më doli përpara dhe ja dash këtu. Erdha këtu. A ju mjafton rroga dhe për çfarë harxhoni më shumë? Rroga më mjafton. Viteve të fundit ne marrim rrogë të mirë, aq më tepër që bëjmë punën që duam dhe jam i kënaqur. Model. Ku e shihni veten pas 10 ditëve? Nuk e di, ato e di vetëm krijuesi. Zoti, nuk e di. Për çfarë do të protestonit? Për çdo padrejtësi që më bëhet mua apo njerëzimit. Si e përjetoni suksesin dhe çfarë do të thotë ai për ty? Unë jam tip që nuk e vras shumë mendje për suksesin, ose t'jem më i qartë për famën. E bëj punën time me dashuri, sepse e dua dhe kjo më mjafton.
Të faleminderit shumë Arsim, këtu po e mbyllim edhe pyetësorin. Të urojmë shumë suksese, pikse pari shëndet dhe suksese në karrierën tënde. Faleminderit edhe ty, edhe unë të uroj sukses. Faleminderit.